Miq, jemi në shesh me Shpend Gashin. Përshëndetje. Nuk e ndajmë bukës Përshëndetje, vjetër. nuk e ndajmë bukës vjetër, por juve duhet na mirë kuptoni që të bëjmë një shpërndarje tash, ja kupton. Patjetër, të bëjmë një shpërndarje shpejt. Shpend, të shoh që je Aktiv? tu çdo ditë aktiv. Patjetër, ke qenë je do jesh me sa shoh se e ke jetën para. Sheshi është vazhdon. Ditët kalojnë, ajo që s'është e menduar po ndodh. Mesazhet, ajo lufta virale mes njerëzve në shesh dhe kryeministrit në Dhërmi vazhdon. Sigurisht që shtatori pritet që të jetë më i freskët, njerëzit të kthehen. Absolutisht. Jenë këtu në shesh edhe të vazhdojnë atë ndërgjegjen qytetare që duhet jetë dhe duhet jetë forcë e madhe, apo jo, për të qenë edhe jo vetëm për të qenë konsistent në atë që kërkoj. Jemi më të frikshëm se numrat, shikoja. Numrat jo gjithmonë thon diçka, po asnjëherë nuk ngelen diçka pa thonë, kupton? Po patjetër, por nuk Numrat janë faktor. janë relevant. Janë faktor dhe jo në shumtën e rasteve decisiv, por që ndikojnë në rezultat. Pse ndikojnë në rezultat? Ndikojnë në rezultat pjesëmarrja këtu, sepse nuk mund t'i japim dot argument qeveriut apo gjithë establishmentit PD-s, PS-s, këtë kujt dush ti, sepse asnjëra kjo protestë i shqetëson gjithë. Me sa kemi kuptuar. Sepse po prish pazaret e tyre. Ishin mësuar që çdo lloj gjoje njërin 4 vjet votonin, shaheshin me njëri tjetrin, më votën, hapni kutit dhe miratonin çdo lloj ligji të mundshëm, sepse ne nuk e di, as unë dhe ti që jemi në fund ditës në fush, nuk e dim se çfarë ligjesh janë miratuar. Më kupton Shpendin? Aq në mënyrë aq Ose kjo na heq një argument të qeverisë të shikoj se këta janë pak, kanë ngelur pak. Po ta mendosh se çka ka pasur, më thënë, neve që jetojmë në Tiranë, gjatë gjithë vitit, kur e shikojmë Tiranën në ngushtë, që është bosh, të duket vete sigurin të rrik. Se shkon nga për 5 minuta shkon nga cepin në cep, kur ty të duhet 5 minuta me dalë nga garazhi dhe deri te rruga kryesore në lagja. Po patjetër. Në një ditë normale, ti e kupton që gjithë njerëzit kanë ikur vëlla. Pse? Kanë ikur sepse në fund ditës do pushojnë dhe neve të dy kemi nevojë për pushime dhe Igli ka nevojë për pushime se ka dalë kjo revolta komuniste tash shikoj neve këtu juve po iknin pushime, do ikin njerëzit në pushime. Pjesë e mirë e tyre kanë dhe vite Do kanë kohë, ikin kanë muaj që sepse kanë ne na duan lojtar të freskët, çfarë do thotë? Edhe kur janë ndeshje Champions League, kur një sulmues i kryesor i skuadrës është i dëmtuar, trajneri nuk e fut që ta djegi komplet, e let futet 20 minutat e fundit, që t'japi pak eksperjenca. Çfarë do thotë? Fut një tjetër. Pra, neve jemi zëvendësues të njëri tjetrit. Ikën ti jam unë shesh. Iki unë je ti në shesh. Pra sheshi nuk duhet lëmë bosh. Po. Fëmijët po vinë, prindrit me fëmijë po vinë. Kështu që është një gjë pozitive që të fund ditës në këtë pikë vdekje që është në Tiranë, që është super vap, neve po japim një impuls. Çfarë do thotë impulsi? Impulsi është që po përpiqemi ta mbajmë në mënyrë më paqësore të mundshme. Dëgjova që parë Gent Prognin, i cili hodhi një ide pasi ishte konsultuar me një pjesë të organizatorëve të kësaj revolte, që do të ketë një mënyrë tjetër të procedimit në protestë. A është kjo është një shenjë mirë kjo? Apo është një shenjë? Këto janë tentativa për të mirë organizuar. Unë e kam ditur që po hidhe një ide e tillë, sepse e kam diskutuar edhe vetë me Prognin. Shpresoj që të jetë mënyra më e mirë e mundshme që kushdo nga neve, kushdo nga pjesëmarrësit, nga bashkëluftarët, t'japi si thua, t'japi verdiktet e veta, t'japi mendimet e veta, sugjerimet e veta se qysh se tek duhet luajë me simbolikën. Pra, në thënë thjeshtë dhe shkurt edhe troç, unë e shoh si një metodë për ta decentralizuar të gjën e grupit mikrofonit, që ne nuk po dëgjohemi, a kupton? Unë dua ta shoh kështu dhe jam i bindur që asnjëri nga djemt nuk ka qëllime të këqija këtu në këtë protestë, sepse kjo protestë nuk është asnjërit nga neve, është e gjithëve në fund ditës. Unë dal për veten time, për hallet e mia, ti del për hallet e tua, Igli del për hallet e veta. Domethënë asnjëri nga neve nuk pranon a priori një kryetar. Po klasin njerëzit të kuptojnë kush është, kush do ndërtohet, çfarë partie do dali, është Qorri, është Llapaj, është Gronshea, është ky, është ai. Tani
Këto zëra pse dalin? Patjetër duan që ta çpojnë këtë komadare. Njerëzit që janë më pak të interesuar që ose domethënë njerëzit që janë më pak të interesuar që të ketë një organizim tjetër nga kjo protestë janë këto partitë e vogla, pastaj vjen PS-ja dhe PD-ja. Normal. PS-ja dhe PD-ja në fund ditës secila nga ato në raste më të keq ka 250.000 vota PD-ja, 400.000 vota PS-ja. I kanë strukturat, janë parti përbindsha 36 vjeçare. Këto partitë e vogla menduan se do vinin këtu dhe do mbanin ato fjalimet që shikoje se goni filloi të shpërndante edhe uja, kupton? A dilte me Real kaprin do njëhet me call-centrat e vetë dhe po japi muj çunave që kanë rënë në burg. Mua këto më duken qesharake, pastaj prap Parlin Qori bashkë me Agron Shenjë, Adriatiku nuk e kam dëgjuar faktikisht, që të jemi drejt me Zotin. Jo po duam zgjedhjet parakoshme. Zgjedhjet parakoshme me kë valla? Zgjedhjet parakoshme me Ramën, me këtë kod elektoral. Domethënë po dalën 69 ditë, po dalën 69 ditë këtu në shesh ti e tjetër dhe 100.000 veta që çoj të goni nga 2 në 4, më raf pika apo Arlindi nga 1 në 2. Po në vetë aja Bramës, po tjetë për atë punë vetë aja Bramës. Qatë ngre pazarin e gonit edhe të Arlindit unë. Domethënë, ata janë njerëzit më pak interesuar që të hapet një parti politike. Shpendi po to vetëm diçka. Kjo protestë nuk ka për të prodhuar një parti politike nga protesta, por jam i bindur që do dalin koka, të cilët do hedhin teza politike pasi kjo protestë të absorbohet pozitivisht. Çfarë do thotë? Mbyllim misionin e vet. Misioni i vet është heqja e këtij zotërisë bashkë me establishmentin. Pyetja që duhet ngritur është, po vrasim Ramën, po ramizmin? Po ramizmin. Sepse ne kemi pasur, Rama ka qenë komod, dhe thoshte berishizmi. Po e diti që ramizmi është berishizmi update 2.0? Ajo rilinja 2.0 që thoshte, ky është ramizmi është berishizmi 2.0. Ku i gjejmë to ramizmin? Dhe po ta thot, ramizmin ti e ke nëse Berisha ishte ai personi i dhunshëm, që e ka treguar gjithmonë që me dhunë, me tjera, me këta njerëzit e vet nga krahina ime dhe e tia bashk, që vinin dhe dukeshin sikur po çlironin Shqipërinë. Rama ka të bëjë me servilat. Pra, ramizmi është servili, Zengjineja, Saramile, Ramion Kurti, Erio Mile, e të gjithë bastardët dhe deficientët politik, nekrofilat politik, servilat, krimbat që ka aty. Ku i shikon? I shikon drejtora, i shikon ministra. I shikon në çfarë lloj instance. Domethënë ti e ke para të zotrin në rinin e vet dhe thua dale, seriozisht ky është bërë drejtor, seriozisht ky është bërë ministër. Domethënë një qurrash, një servil, një spion, një snitch, një drogaxhi, një narkoman me 3 emra. Mbase ata nuk kanë fajmë, për ta është fat. Mbase Rama i zgjidh njerëzit pikërisht kështu. Po për këtë po them ramizmin, ku e shikon ti ramizmin të aplikuar te servilet? Berishën ku e shikon? Berishën e shikoi te ignorantët e dhunshëm. Berishizmi, çfarë është berishizmi? Kulti. Po u tha këtu Berisha në burg, ngeli gjysma PD-s, po na ofendohet baba.